Vëllezër dhe motra, imagjinoni se sa dreka e darka, sa gosti, sa zjafete, sa të mira i ha njerëzit, por harrojnë të mendojnë se këto janë prej Allahu Gjellëshanuhu, harrojnë të falenderojnë Zotin për të mira që ju ka dhënë dhe harrojnë që ka për të pyetur një ditë Allahu Gjellëshanuhu për mirësitë e tij që ju ka dhënë në këtë botë. Profeti alayhis salam i tha një ditë shokëve të tij, nuk kam frikë se ka për të shkatëruar juve fukaralliku dhe varfria, nuk ju bën dëm juve varfria, por frikën ja kam asaj dite kur do t'ju hapet dynjaja, e kur do të vijë bollok i jashtëzakonshëm, e kur të hynin në garë me njëri tjetrin se kush e kush grumbullon më shumë, atëherë dunjaja ka për të shkatëruar juve, siç i shkatëroi dhe ata që ishin përpara jush. E lut Allahun Gjellëshanu që Zoti në këtë dynja të mos na bëjë magazinierë që grumbullojnë sa më shumë të mira materiale, por të na bëjë prej atyre menaxherëve që i menaxhojnë të mirat e Allahu Gjellëshanu dhe i përdorin to të mira për botën tjetër. Nëse ka diçka që duhet magazinojmë, të grumbullojmë në këtë dynja, janë sevapet tona, janë punët tona të mira, se me ato do të shkojmë deri tek Allahu Gjellëshanu.